Situata që ka ndodhur ditën e djeshme mes Brikenës, Artanit dhe Rogertit po diskutohet akoma pasi gjendja e Brikenës nuk është mirë. Për ata që nuk e dinë, ditën e Prajmit, disa banor nga shtëpia bashkë me banorë të rinj u futën në një dhomë, pra siç vëllai e madhe quajti shpellën e shtëpisë. Ndërkohë, ndër ta ishte edhe Mateo. Teksa Brikena dëshironte që të flinte në gjumë pas Prajmit, në krevatin e saj u fut Rogerti dhe ai nuk po ja lironte, gjë që shkaktoi që ajo të mërzitej shumë. Ndërkohë që Brikena kërkonte që Rogerti të largohej, ai refuzonte çdo veprim apo çdo fjalë të saj. Dhe më pas, ajo ka vrapuar për të shkuar në krevatin e Mateos, që të flinte aty pasi Mateo ishte në shpellë dhe krevati ishte bosh. Por në momentin që ajo futet në krevat, Artani ka vrapuar dhe është futur bashkë me të dhe kjo gjë e ka trembur shumë. Brikena ka bërtitur më të madhe dhe më pas ka qarë gjatë gjithë ditës dhe Mateo kur e ka dëgjuar këtë gjë është mërzitur shumë dhe ka thënë që banorët e tjerë, pra Rogerti dhe Artani gjejnë rastin pasi ai nuk është brenda në shtëpi dhe sulmojnë Brikenën. E kemi parë atë në gjendje shumë të rëndë, ndërkohë që gati ka patur përplasje fizike mes saj dhe Rogertit, ndërkohë që Rogerti dhe Artani nuk marrin përgjegjësi fare për veprimin e tyre dhe thonë që këtë gjë e kanë bërë jo me qëllim, por për të bërë shaka. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë të gjithë personat e publikut, pra njerëzit që e shikojnë këtë gjë nga televizori, kërkojnë që vëllai i madh të marrë masa për Artanin dhe Rogertin, pasi kjo është diçka që nuk mund t'i bëhet aty brenda, pasi është shkelje e hapësirës personale. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.